valla. Valla jam, s'ka fe tjetër, vetëm islam. Feja vetëm islam, s'ka tjetër fe. Emni islam është prej Ademit deri në fund, se një Allah ka dërguar një fe për njerëzimin. Në përjashtim ka ndryshuar kushtetuta e fesë islame. Ndërkohë, ka qenë kushtetut e Musës, Teurati, pastaj Zeburi, pastaj te Haruni, te Davudi, Teurati, pastaj ka ardhur kushtetuta te Isa alayhis salatu wassalam, Bibla apo Injili, pastaj në fund ka ardhur Kurani famlar. Të gjitha kanë një dritë. Ajo dritë është fjala la ilaha illallah. La ilaha illallah, me ju dorëzua urdhnit Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka fe tjetër në sipërfaqen e tokës. Edhe pse shumë kush nuk e kupton këtë fjalë që po e tham, thotë po ku mbeti feja krishtere? Ku mbeti feja hebraike? Jo, s'ka fe hebraike dhe krishtere. Ka islam, pavarësisht në cilën gjuhë ka fol. Fjala islam është në gjuhën arabe, nuk është as në gjuhën shqipe. Që do me thanë istislam, me ju dorëzua urdhnit Allahut sipas ligjit të asaj kohe që ju ka ardhur. Në kohën e Musait alayhis salatu wassalam ka ardhur Teurati, Bibla e parë, dhjata e vjetër. Me ju dorëzua islam, do me thonë me ju dorëzua. Edhe kushtetuta ka qenë sipas Teuratit, Biblës së vjetër, dhjatës së vjetër. Pastaj vjen Zeburi, pastaj vjen te Hazreti Davudi, pastaj vjen Injili te Hazreti Isa, te Jezu Krishti. Na i them Isa alayhis salatu wassalam, pastaj vjen kushtetuta e Kur'anit tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra një fe ka të gjithë. Çka është kjo fe të gjithë? Është të gjithë me ju dorëzua urdhnit Allahut subhanahu wa taala sipas rregullave që kanë ardhur në fletushkat e pejgamberëve të para Musait alayhis salatu wassalam, fletushkat të Ibrahimit, të Shitit, të pejgamberët tjerë, gjithashtu edhe librat të cilat kanë ardhur tek këta 4 pejgamberët e mëdhenj si Musa, Davudi, Isa dhe Muhamedi alayhis salatu wassalam.